nevojë që të kthehemi mbrapa në kohë. Ne qeverinë në detyrë kemi, ne kemi mundësinë që të ulemi e të diskutojmë, e të bëjmë marrëveshje politike, për ama të kthehemi mbrapa nuk ka asnjë nevojë, edhe unë mendoj që pra po them, më shumë e rëndësishme qëndrimi i gjykatës kushtetuese, mirë po unë po besoj shumë që nëse ne do të vazhdojmë me procesin e votimit të fshehtë, do të zhbllokohet kuvendi dhe do të ketë formim të institucioneve. Dua që pyes edhe për pjesën e rolit të presidentës gjatë kësaj kohe kur Kosova në fakt po përballet me këtë ngërç politik, ka pasur her pas here nga disa kritika, nga disa të tjerë mbas e themi kështu lavdata, se keni parë ju rolin e saj dhe ftesën që kishte pasur një herë për një takim me përfaqësuesit e partive politike. Ju e dini që qysh në fillim, kryesuesi i seancës, Avni Dehari, është drejtu presidentës, edhe ajo e ka qenë shumë e qartë në përgjigjen të cilën e ka dhënë, që është obligimi ynë në përputhje me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese që të respektohet fryma kushtetuese në Republikën e Kosovës, edhe deputetët ulen dhe të bëjnë një zgjedhje në atë drejtim, domethënë ne edhe i kemi pas veprimet dhe ju e dini që ne edhe kemi marrë pjesë në takimin të cilin e ka ftuar presidentja. Pra po them në gjithë këtë kohë ne kemi qenë një palë e cila është mundu vazhdimisht të jap zgjedhje, mirë po pa e deviju normën kushtetuese dhe pa bërë kompromis me të drejtat tona të cilat na takojnë si fitues të zgjedhjeve. Nga ana tjetër keni propozuar që zgjedhjet e parakohshme parlamentare të mbahen në të njëjtën ditë me ato lokale. Pse shihni të duhur një gjë të tillë? Kjo ka qenë një propozim të cilin e kemi bërë kur është diskutuar data për mbajtjen e zgjedhjeve lokale, duke mos e parë vullnetin e partive opozitare që të ketë dalje nga kjo situatë në të cilën jemi tani. Ne, dhe sidomos duke i dëgjuar zërat e tyre, sidomos nga PDK-ja se duhet shkojmë në zgjedhje, ne ua kemi thënë disa herë që përveç këtyre propozimeve konkrete që i kemi bërë në raport me daljen nga kjo situatë, ne nuk jemi për zgjedhje si opcion të parë. Pra ma dhe ne nuk i friksojmë zgjedhjeve dhe jemi të gatshëm të shkojmë në zgjedhje nëse nuk ka një situatë tjetër. Dhe me që ka një proces votimi i cili është në tetor, atëherë ne kemi propozuar si mundësi që të votohet për të dy palë zgjedhjet në mënyrë që të kemi një, le të themi kështu, tjetër kuvend në kuptimin e përbërjes dhe të shohim se nga aty e tutje si mund të vazhdoj puna në kuvendin e Kosovës. Pra, vetëm duke parë këto si kërkesë të opozitës dhe duke parë shaqin e tyre bllokuese, ne kemi menduar që mund të organizohen të dy palë zgjedhjet duke parë kërkesë të opozitës tonë? Për një ditë. Duke parë kërkesë të opozitës, po thonë. Po, PDK-ja ka thënë disa herë që ne duhet të shkojmë në zgjedhje, ne jemi gatshëm të shkojmë në zgjedhje dhe ne ju kemi thënë, për neve nuk janë opsioni i parë, por edhe ne jemi të gatshëm të shkojmë në zgjedhje. Si u përgjigjeni mbas zorave ose kritikave që lëvizja vetëvendosje